Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikrimin e datës 24. Data 24 janar të 2026. Duket se është një ditë mjaft me rëndësi dhe kohë, sepse pikërisht kjo ditë ka të bëjnë me takime, ka të bëjnë me vendime, ka të bëjnë me ndryshime, sepse nga dje, në orët e vona dhe në këtë ditë kemi Marsi që kalon në shenjën e ujorit. Pra, Marsi, ju e dini, është planet që përshpejton gjërat, çdo strukture, çdo gjë, çdo mundësi që i jepet e realizon. Dhe momenti është ai që i bën të ndiheni korrekt me punën, korrekt me gjërat që do të arrihen gjatë rrugtimit. Ajo që duket se bëheni më dinamik dhe kjo ditë është mjaft pozitive sepse ka të bëjnë me kuptimin.